Enver Musliu dhe familja e tij nga fshati Zaskoki Ferizajt sot kishin arsye të gëzohen. Falëndimës së shumë vullnetmirëve, atë po bëhen me shtëpi të re. Enveri shikon shtëpinë dhe ende nuk beson se është e tij. Edhe këta 3 fëmijë nuk do të kenë më brengën e banimit. Enveri falenderon të gjithë personat që ndihmuan për ndërtimin e shtëpisë. Jam shumë i lumtur që u ndërtua shtëpia. Falenderoj nipat, mbesat, fshaqata Fenix, firmën nderimit, të gjithë ata që kanë kontribuar për shtëpinë. Edhe familja e Shoqëri Berishës nga fshati Runjevi Kaçanikut para festës së Kurban Bajramit u bë me shtëpi të re. Kjo familje më herët kishte jetuar në kushte shumë të vështira. I përshëndes shoqatën Fenix që më kanë ndihmuar, edhe këto djemtë e mindjes, kusheret, me qasi ndaj Allahut që më kanë dhënë këtë mundësi për këtë ndërtimin e shtëpisë, edhe këtë zotin kryetarin. Po ashtu edhe familja e Refkisheut nga Kaçaniku u bë me kulm mbi krye. Edhe kjo familje falenderon të gjithë ata që ndihmuan për ndërtimin e shtëpisë. Për kësaj përshëndes zonën Sevdi Frangi, kjo ka qenë iniciatore e ndërtimit të shtëpisë. Pastaj përshëndes edhe shoqatën humanitare Fenix, ju falenderoj shumë dhe kisha bënë një kërkesë te populli që të jep ata që kanë dhe ti pohojnë njerëzit me kulm mbi kokë. Sevdi Frangu nga shoqata Fenix tha se për ndërtimin e 2 shtëpive në Kaçanik kanë ndihmuar shumë persona vullnetmirë. Meqense në participimin e kësaj shtëpie ka pasur vetëm 2 donatorë, do me thonë vetë pronari i shtëpisë edhe vllavi i bashkëshortës, të tjerë nuk ka pas, po ka pas 3 humanitarë që kanë ndihmuar me punë vullnetare. Edhe s'kam të shtoj më shumë, kisha apelu që të ndihmohet Kaçaniki më tepër, të kontribuojnë njerëz e vullnetit të mirë, po sa muj mja dal, po punën e kryer edhe punën definitive që e ban Fenixi Ferizajt. Për ndërtimin e shtëpive në Kaçanik kanë ndihmuar me një shumë simbolike edhe komuna e Kaçanikut. Në përurimin e shtëpive në Kaçanik ishte i pranishëm edhe kryetari i Kaçanikut Besim Ilazi, i cili nuk kursoi lavdatat për shoqatën Fenix. Ne mendojmë vetë ju puna e shoqatës Fenix ka bërë që njerëzit të orientohen dhe të japin ndihmë, duke i falendëruar këtyre njerëzve me sinqeritetin dhe punën që kanë bërë. Pikërisht është puna e tyre dhe angazhimi i tyre ka bërë që këta njerëz të kthejnë ndoshta vëmendje nga kjo shoqatë për të ndihmuar familjet e atyre, sidomos që janë skanor, duke e ditur se pikërisht këto mjete po shkojnë në destinacion aty edhe ku duhet. Vetëm në Kaçanik shoqata Fenix ka ndërtuar gjithsej 22 shtëpi.